një suplement që është i sugjeruar lart në listën e suplementeve për njerëzit që duan të arrin performancë fizike është beta-alanin. Për diçka komenti ke për të? Beta-alanina ndikon në lidhje rritjen e nivelit karnozinës, e cila shërben për buferimin e acidit laktik dhe ul aciditetin në gjak, duke sjell një çlodhje të themi sepse rritja e aciditetit jep një lodhje fizike etj. Rritja e acidit laktik në stërvitjen anaerobe. Megjithatë është pjesë e formulave pre-workout, është një pre-workout, përdorur si një, por unë do të thosha që tek ata persona të cilët jep një të themi një ngacmim të egzageruar të mbaresave nervore, sepse beta-alanina jep një ngacmim mbaresave nervore, mund të japë edhe një dëmtim të tyre, ata të cilët kanë sensacione të egzageruara nga beta-alanina do e këshilloja që mos e përdornin. Personat e tjerë të tipit nuk doktor, kanë vjeshmëri, po tip mizërimi, tingling. Okay, kuptoj. Interesant. Mund të jetë tregues që po jep një dëmtim mbaresave nervore, kanë një ndjeshmëri më të shtuar ndaj beta-alaninës dhe do ishte mirë ta